Ky është Migjeni, poeti ynë i madh, poeti i mjerimit e i revoltës, poet militant i idesë së çlirimit kombëtar e shoqëror, ëndrronjës i flakt dhe paralemtari i atij revolucioni që nisi pas vdekjes së tij në atë ngallënim ndërgjegje dhe mendimi të lirë, në atë jetë të re dhe agim të lumt e të drejtë kombëtar që ishin lejmotivi i veprës së tij poetike. Miloš Gjergj Nikola lindi më 13 tetor të vitit 1911 në njërin prej shtëpive përdhetëske me 2 dhomza dhe një korridor të Shkodrës. Rrjedh për një familje të mesme qytetare. Familja Miloshit bënte pjesë në atë kategori prej rreth 100 familjesh ortodokse që jetonin në qytetin e Shkodrës, të ardhura kryesisht nga fshatrat shqiptare të Malit të Zi, të Dibrës së Madhe, të Strugës dhe të Kosovës. Në vogli, Miloshi ishte fort i gjallë dhe hokatar i madh. Në mbrëmje, kur duhej të shtrieshin e të flinin në dyshek, Miloshi i vogël gjithnjë gjente një shkak që të fillonte mundjet e tij me motrat se kush ishte më i fortë. Gjyshja stak për herë druhej se mos vriteshin në lojë sipër, kurse jati kënaqej duke qeshur nga shakat e Miloshit të vogël. Motrën më të vogël ai rrëzonte me një gisht, ndërsa kur e rrëzonin motra tjera më të mëdha, Miloshi i skuqur prush në fytyrë i thoshte tatit: "Desha vetë rrëzohen." Shkollën fillore Miloshi e kreu në vendinje. Ishte nxënës i shkëlqyeshëm dhe shumë i rregullt. Për herë ishte i pastërt, i veshur me shije dhe i përgatitur. Detyrat e shtëpisë i bënte vetë. Librat dhe fletorët i mbante mirë. Shkrimin e ente me kujdes, por shpesh në klas, mendja i fluturonte te një shok e mik që e donte shumë dhe që si ndahej në shtëpi dhe në rrugë veç kur ai hynte në shkollë ose kur binte në gjumë. Ky shok e mik ishte qeni i tij besnik Biser. "Biser, eja këtu", e thriste Miloshi, dhe qeni shkonte në vendin që i rrëfente i Zoti. Në shpërblim të kësaj besnikërie, voglushi e ndante çdo gjë të mirë me të. Kur i jati i jepte para për të blerë në mëngjes simite me salep, Miloshi ja ndante gjysmën e simites Biserit dhe ja vënte në gojë vetë duke ja lyer më parë me salepin ëmbël. Gjatë gjithë fëmijërisë së tij në Shkodër, Biseri qe për të një qenje e pandar. Kështu kaloi fëmijëria e Miloshit në Shkodër, por jo gjithnjë me çaste dhe përjetime të gëzueshme. Poeti ynë që në vogli mbeti bunjak, se i vdiqe ëma kur ai kishte vetëm 5 vjet. Kur kreu filloren, Miloshi nuk ishte më shumë se 12 vjeç. Me qëllim që djali të vazhdonte shkollimin, jati e dërgoi në Tivar te e bija më e madhe që ishte martuar atje me një mekanik nga Kavaja. Gjatë qëndrimit në këtë qytet bregdetar, Miloshi do të përjetoj shumë gjëra të bukura. Në valet e kaltërta të Adriatikut do të mësoj për mrekulli notin, të cilin do ta ushtroj me kënaqësi edhe më vonë. Mirë po, në këtë kohë, në familjen e tij radhë një fatkeqësi e madhe. Me 21 mars të vitit 1924 i vdiq jati Gjergj Nikola në moshën 50 vjeçare. Tani Miloshi mbeti jetim pa nën dhe pa baba. Për një kohë, Miloshi 13 vjeçar braktisi lodrat, humbi buzëqeshjen dhe u tërhoq në vete më dhëmbje të thellë. Ky është manastiri, qyteti i tretë i fëmijërisë dhe rinisë së Migjenit. Në manastir Migjeni erdhi në vjeshtën e vitit 1925. Pa kohë më parë,
një daj i tij i kishte ndjer bursën për të vazhduar mësimet në gjimnazin e manastirit. Edhe ky vit do të jetë i kopshëm për poetin ton. Në moshën 24 vjeçare i vdes i vllau i vetëm Nikola, kurse një vit më vonë gjyshja Stak, të cilën Miloshi i vogël e deshi aq shumë. Sa kohë kjo plak e urtë i kushtoi kujdesin e nënës Miloshit të vogël. Me të kryer semimaturën, Migjeni vazhdoi mësimet në seminarin ortodoks të manastirit, ndonëse nuk donte të merrte rrugën e priftërisë. Në vitin e parë, për skaj pikëllimit për vëllain dhe gjyshen, ai nuk u nda keq me mësime. Mori mirë në serbo-kroatishte, greqishte, latinishte dhe frëngjishte. Në vitin e dytë, në këto gjuhë dhe rusisht mori shumë mirë, kurse në letërsinë kishtare notën mirë dhe në pedagogji, metodik, gjimnastik e këngë shkëlqyeshëm. Pasqyra e notave flet për kujdesin që tregonte Migjeni ndaj gjuhëve të huaja, frëngjishtës dhe rusishtës. Në këto gjuhë, ai lexoi sa e sa vepra të vlefshme letrare në origjinal, vepra që zgjeruan njohuritë e poetit nga letërsia popujve me traditë të pasur letrare. Shoku Levko, ne morëm vesh se keni qenë shoki i Migjenit nga bankat e seminarit teologjik në manastir. Kjo na dha shkans që t'ju ftojmë në një bisedë të lirë lidhur me kujtimet tuaja nga ajo kohë, të cilat kanë të bëjnë drejt për së drejti me personalitetin e Migjenit. Besojmë se edhe pse ka kaluar një kohë gjatë nga ato vite të rinisë, megjithatë shpresojmë se do të mundeni për shikuesit e televizionit të Prishtinës ti evokoni kujtimet tuaja të çmueshme. I mislivo vërskata so Miloš, lično stan Miloš kako mladinec u tije godini. Со Милош се запознавме кога стапивме не во богословие, туку во... Me Miloshin unë njoha në klasën e 2 të gjimnazit në manastir. Gjimnazia të botë ishte 8 klasësh, do me thënë klasa e 2 i përgjigjej klasës së 2 të shkollave të sotme fillore. Ne ishim stipendistë të shtetit në internatin e seminarit. Në gjimnaz mësuam 3 vite. Pas kryerjes së gjimnazit, ne të dy së bashku kaluam në klasën e parë të seminarit dhe atje mësuam bashk 5 vite. Kuptohet këto 8 vite jetët përbashkët me Migjenin janë të paharrueshme për mua, sepse Migjenin e kisha njëri ndër shokët më të ngushtë, kurse 2 vitet e fundit ishim të pandar. Разбира се, овие 8 години на заеднички живот со Миđeni, со Милош, се за мене незаборавни, бидејќи Милош ми беше еден од најблиските другари, а во последните 2 години бевме неразделни. Uleshim në të njëjtën bang, jetonim në kushte të njëjta, sidomos kënaqeshim kur ishim të lirë të dilnim në qytet, në shëtitje, shpeshherë këndonim së bashku. Особено бевме заедно кога бевме слободни да излеземе во градот на шетњи. Често заедно пеевме, тој пееше многу убаво, пееше први тенор, а јас како втори тенор. Ai këndonte shumë bukur, këndonte tenorin e parë kurse unë si tenori i dytë e shoqëroja, dhe kështu mund të them që jo vetëm e kujtoj Migjenin, por mendoj se kujtimet për të, për miqësinë tonë, do të më mbesin në kujtesë derisa të jem gjallë. Në manastir, mes mureve të seminarit teologjik, dal nga dal u formua bota shpirtërore dhe pikpamjet e poetit ton të madh, nga jashtë djalosh i qetë, i butë, por me shpirt të shqetësuar dhe të revoltuar ndaj çdo padrejtësie, një vulkan i pashuar.
Qysh në fillim Miloshi mori anën e rretheve revolucionare të rinisë dhe në këtë mënyrë poeti i ri erdhi në kontakt me letërsi përparimtare që ishte ndaluar rrepsisht nga kleri dhe regjimi reaksionar në fuqi. Migjeni, përveç veprave të ndaluara, lexoi e rilexoi romane të shkrimtarëve të njohur si Tolstoi, Pushkini, Dostojevski, Viktor Hugo e të tjerë. Në lexim, Migjeni ishte i palodhshëm dhe gjithmonë i jetshëm. Ai nuk lexonte vetëm për argëtim, por çdo vepër e studionte me përkushtim. Nga kjo, fitoi shprehin që pas çdo vepre të lexuar të merrte edhe shënime, në të cilat pasqyrohen me besnikëri për shtypjet e tij më të thella. Kako izgledаше Miloš od nadvora, С po kujtimet vaših tuaja. posjećavanja? Miloš беше Omladina. така много нежен, телесно нежен, слаб, suptilen. Migjeni ishte kështu shumë i ndijeshëm, fizikisht i ndijeshëm, i thatë, subtil, mund të them me duket se më shumë i përgjante një vajze, edhe me qëndrimin e tij ishte i turpshëm, i tërhequr në vete, shumë herë i menduar, nuk ishte prej atyre fëmijëve shkatërraq, të cilët kanë zakon të krijojnë të llovi. Не беше од оние палави деца, кои обичат и да се задеваат и да прават нереди. Тој беше скромен во своето држање. Озбилен однос имаше кон сите своји другари и Ai ishte shumë modest në qëndrimin e tij, sjellje serioze kishte ndaj të gjithë shokëve dhe kërkonte që sjellje të njëjta të kishte secili ndaj tij. Edhe pse ishte kështu i dobët nga shëndeti, nuk lejonte që askush të tallet në adresë të tij. Qysh në seminar, Miloshi nisi të vijë në kundërshtim me fenë. Duke mësuar në një shkollë fetare, ai e njohu më lehtë karakterin prapanik e skllavërues të fesë. Njohu në thellësi shfrytëzimin e priftrive në kurriz të popullit me predikimet e tyre boshe. Që gëdu, shpirti i poetit umdhefos dhe umbush të rurrejtje ndaj këtyre predikatërve të rrejshëm që thithnin si shushunjë pik djersën dhe gjakun e popullit. Në vend se të galiste një prif dinak të urtë e dëgjueshëm ndaj kërkesave të fesë, seminari ortodoks i manastirit nga radhët e veta nxorri një migjen revolucionar të përbetuar kundër paçavrave që zun myk ndër tempuj. Periudhës 5 vjeçare që kaloi në seminarin teologjik të manastirit, përveç hartimeve shkollore, Miloshi shkroi edhe artikuj të ndryshëm në revistën e seminarit. Të shtunave pas dreke e letrare, Miloshi lexonte vjershat e veta të para. Kako učenik vo opštino беше Miloš vo seminar? Çfarë nxënësi ishte Migjeni në seminar dhe cilat lëndë e tërhiqin më së shumti? Ta ndërlidhim këtë me fillimet e krijimtarisë së tij. Видите, нашата генерација беше голема генерација. Ние бевме, започнавме први клас тамо, некаде не имаше около 60 и неколку. Тоа бевме. Shikoni, gjenerata jon ishte gjenerate madhe. Në klasën e parë ishin më shumë se 60 vetë. Ajo nuk ishte klasë, por një sallë më e vogël, një klasë e madhe apo jo. Tashi shikoni, rregulli ishte shumë i rrept. Edhe pse atje ishin gjithë nxënës të zgjedhur, në gjeneratën tonë ishin shumë pak të shkëlqyeshëm. Migjeni ishte shumë afër nxënësve të shkëlqyeshëm, gjithherë shumë i mirë, por ashtu prej atyre shumë të mirëve të shëndosh, të cilët edhe më së shumti çmoheshin, nga se të shkëlqyeshmit shpesh herë i quanim bubaç. Чини ми се да тие се најмногу и ценеа, бидејќи одличните често ги наричаа бубалици, нели? Додека Kurse këta shumë të mirët, më së shumti mbështeteshin në mendjen e tyre të shëndosh, siç thuhet, në logjikën e tyre dhe shpesh herë shkonin përtej programit, në mesin e të cilëve ishte edhe Migjeni.
odea izvan programata, među koji beše i Miloš. Ja smislam, Unë mendoj ne samo dhe mislim, jo të tu mendoj, kuj por znam, e di që interesim dhe afinitet të veçantë ai ushqente ndaj letërsisë. Da. to i mnogo čitaše, pišeše njegovite pismeni sostavi po literatura bea među najarnite, često i najarni. Ai lexonte shumë, shkruante, hartimet e tij nga gjua ishin ndër më të mirat, shpesh herë më të mirat. Për kushtimin e tij më të madh, Migjeni e tregoi në vitet e fundit dhe duke ushquar si aktivist i madh në grupin letrar, në 2 vitet e fundit ishte kryetar i këtij rrethi. Miloshi shpesh i lexonte punimet e tij në vargje, por më së shumti tregimi. Tregimet e tij kishin një ton të theksuar shoqëror. Milosh Gjergj Nikola u larguan nga manastiri me dëshirën që të vazhdonte studimet në ndonjërin prej fakulteteve të letërsisë jashtë atë dheut. Por nuk i punoi fati. Shteti shqiptar me në krye satrapin Ahmet Zogollin nuk i dha bursë. Disa herë, duke ushtruar detyrën e këshilltarit pedagogjik në rrethinën e Kumanovës, në orët e gjuhës shqipe dëgjoja të përmendej Migjeni, Migjeni, Migjeni. Последните години како директор во Заводот за школство, обиколувавме ги и училиштата на албански јазик. Често слушав на часовите по албански јазик Migjeni, но јас ни издалеку не можев да предположим дека се тоа однесува на Милош Ѓорѓи Николич, да, Николич, не знаев дека му е псевдоним. Unë as përse largu nuk mund të mirja me mend se kjo kishte të bënte me Miloshin. Nuk dija se ishte pseudonimi i tij. Një herë tjetër gjatë vizitës në shkollën fillore Jeta e Re të fshatit Slupçan, fshat në rrethinën e Kumanovës, në korridor më zuri syri një portret. Милош Николич, мој другар школски, а оддолу пише Migjeni. И тога јас пита, па добро, тоа ли е тој ваш Migjeni што го често споменувате? Да, вели, тоа е. Tiparet e njohura ma përkujtuan Miloshin. Përfundi i portretit shkruante Migjeni. Dhe atëherë unë e pyeta arsimtarët se a ishte ky ai Migjeni që ata aq shpesh e përmendin. Atëherë unë u rretheva se Miloshin e kisha shokun më të ngushtë të shkollës. Kjo më shtyri ti mbledh fotografitë ku ishte i pranishëm edhe ai dhe t'ua tregoj gjë që shkaktoi një interesim të madh. Qysh si seminarist, Migjeni njohu mjerimin e shtresave të varfërat
Gjatë pushimeve në vendlindje dhe kur u kthye përfundimisht në Shkodër, Migjeni edhe këtu sheh tablo të tilla nga jeta të varfërve që siguronin kafshatën e gojës me shuplaka të shtrira për një grosh lëmosh. E prekshme është dhimbja poetit për fëmijët e dërmuar nga mënyrat e skamjes. Këta fëmijë nuk kanë fëmiri, nuk dinë për lojen, për prallat, për përgdheljet e jetës. Kafshat që s'ka përdihet është orvlla mjerimi. Kafshat që të mbet në fyt edhe të zë trishtimi. Kur shef fytyrat të zbeta dhe sy të jeshilta, që të shikojnë si hije dhe shtrin duart e mpita. Edhe ashtu të shtrime mbrapa te mbesin, të tanë jetën e vetë derisa të vdesin. E mbi najrisin e që se ndi, ferin qiellën kryqat e minaret e ngurta, profetën dhe shejtan të pushqetat të shumë gjyrta shkëlqejnë. E mirimi mirëfillin ndjen trasti. Duke mos ju plotësuar dëshira për të vazhduar studimet e letërsisë, Migjeni fillon punën si mësues i popullit në fillim në fshatin Vrak, ku shërbeu që nga 27 prilli i vitit 1933 e deri në gusht të vitit 1935. Në shtator të vitit 1935 transferohet në shkollën fillore 28 nëntorit të Shkodrës, ku qëndroi deri më 18 prill të vitit 1936. Po këtë datë, ai vazhdon detyrën e mësuesit në fshatin Puk, ku jetoi dhe punoi më pak se 18 muaj deri në dhjetor të vitit 1937. Jeta e vështirë e fëmijëve të fshatarëve dhe malësorëve të varfër, më të cilën do të njihet përsërafërmi gjatë punës si mësues, do të frymëzoj poetin në sa krijimet të tij letrare. Gjendja e mjerueshme e këtyre vocrakëve të zdeshur e me bark të zbrazët nga uria, por me dëshirë të papërshkrueshme për dituri, e prekte thellë në shpirt poetin e mjerimit Miloš Gjergj Nikolën Migjenin. E mësuesi Migjen atë botë shkrinte duart dhe u aledhatonte flokët për t'i kurajuar për t'u ngjallur tek ata shpresat e larme të ardhmërisë. Askush se njeh Lulin, as shokët e tij që përpara t'i lozin nuk e njohin. Më mirë me thanë se njohin, por ata lozin për hesap të vet, e Luli shikon për hesap të vet. Sot gjithkush ka punët dhe të lashet e veta, ashtu edhe fëmit, ashtu edhe Luli. Mori Lul, shumë herët ke filluar me shikue punën tënde? Kur Luli hyn në bord të shkollës, buza i qeshet nga pak, por askuj as në fjalë si thot. Ecën nga dalë, tu shikue djathtas e majtas, por gjithë një tu ecë, derisa të mrinë cak të vetë. Aty të dera e rruginës shkollore shumë i pëlqen të qëndroj. Aty është caku i tij, i praruar me rrezet e ngrohta të diellit në këto ditët e vjeshtës. Mbështetet Luli për mur, grushtet e vegjël i shtjen ndër xhepa, hundën picrake të kuqën nga të ftohtit e mëngjesit ja sjell diellit dhe shikon. Gjëja që më tepër ja tërheq vërejtjen janë çizmet, që i kanë të veshur disa shokë të tij. Sa të bukura janë. Si shkëlqejnë, mendon Luli dhe pa dashje i shkojnë sytë ndër tullumbat e veta, në për të cilat shifen fare mirë të 5 gishtat e kambe të zbathuna. Kushtet e punës në të cilat punonte mësuesi Migjen ishin shumë të pavolitshme, sidomos në fshatin Vrak. Vrakçorët nuk patën mundësi të mbanin ndërkasollat e tyre mësuesin Migjen. Ai u detyrua të bënte 14 km rrugë mbi një biçikletë, ditë për ditë, mëngjesi e mbrëmje, si në vap, si në të ftohtë. Shëndeti ju dëmtua rënd. Edhe ashtu me shëndet të dobët, Migjeni u smun nga tuberkulozi, i cili do ta çojë në varr në lule të rinisë. Gjatë punës 3 vjeçare si mësues, Migjeni bëri një punë të dendur letrare. Në atë kohë, e përgatiti për shtyp për mbledhjen e poezive Vargjet e Lira, e cila del nga shtypi në vitin 1936, por në momentin e fundit ndalohet shpërndarja e saj. Poeti preket për këtë, por nuk dorëzohet. E shaptilografuar, Vargjet e Lira do të shpërndahen dorë me dorë në mesin e të rive, sidomos gjatë luftës nacionale çlirimtare në Shqipëri. I tretur nga smorja, Miloš Gjergj Nikola Migjeni vdes më 26 gusht të vitit 1938 në spitalin Opsedale Valdese të Torre Pellices në Itali.
Migjeni mbet një demokrat revolucionar, një mësues përparimtar, një shkrimtar i shquar që talentin e vuri në shërbim të popullit dhe të përparimit shoqëror.